Që prej afro një viti përpjekje për të ndryshuar dhe zëvendësuar administratorin e Universitetit të Shkodrës, si fillim rektori Gjure u vune lëvizje të shpejt për të hequr administratorin e universitetit, zoti Noruçi. Për këtë lëvizje, hasin e rezistencën e anëtarëve të bordit të administrimit. Kjo rezistencë ishte e drejtë pasi kompetenca ligjore për shkarkimin dhe emërimin e administratorit i takon vetëm bordit të administrimit të Universitetit të Shkodrës. Rektori sipas ligjit nuk ka asnjë kompetencë në shkarkimin dhe emërimin e administratorit. Përkundrazi, ai duhet të qëndrojë larg kompetencave ekonomike, financiare dhe organizative të bordit. Ky përcaktim ligjor i vitit 2015 u bë me qëllim për të krijuar pavarësi organizative dhe liri akademike organeve të universiteteve dhe stafeve të tyre. Rektori Gjuraj i vënë në vështirësi nga ana e bordit për mos realizimin e kërkesës për shkarkimin e administratorit në detyrë. Zoti Noruçi u vërsul kundër anëtarëve të bordit, duke ushtruar presion në punën e tyre akademike, duke hyrë në mbledhjet e bordit, duke u drejtuar anëtarëve me fjalë dhe gjeste presionuese, deri në kërcënim për largim nga punët e vetë anëtarëve të bordit, si dhe të familjarëve të tyre. Njëkohësisht, i akuzonte edhe për lidhje me aferet korruptive në universitet për vitet e mëparshme. Pas shumë debatesh dhe presionesh, bordi nuk miraton shkarkimin e administratorit në fuqi, zoti Noruçi. Rektori Gjuraj, duke u gjendur në këtë situatë përçmuese nga bordi dhe i prekur në sedër nga ky qëndrim korrekt me ligjin nga ana e bordit, ndryshon kurs. Tashmë drejtoi presionin dhe kërcënimin drejt për drejt kundër vet zoti Noruçi. Nuk i mjaftoi presioni për largimin me çdo kusht, por e kërcënoi me burg se gjoja kishte bërë shkeljen në ushtrimin e funksionit të tij. As kjo tentativë nuk i vleti, pasi Noruçi nuk ndihej fare në faj, sepse kishte zbatuar vetëm ligjin në punën e tij. Pas negociatash të shumë faktorëve në universitet dhe jashtë tij, zoti Noruçi hapi krahun, duke i lënë mundësinë bordit të rizjellte një administrator të ri. Kjo fazë zgjati më shumë se 3 muaj, u hap thirrje për plotësimin e vendit të administratorit në universitet. Pas njoftimit erën disa kandidatura. Kandidatura mbështetur në mënyrë preferenciale nga ana e rektorit Gjuraj nuk plotësonte kushtet e parashikuar nga rregulloria. Kjo kandidaturë u mbrojti nga rektori Gjuraj në mbledhjen e senatit. Rektori nuk lejoi që kandidaturat të votoheshin emër për emër dhe me votim të fshehtë. Ai imponoi senatit të votonte të gjithë kandidaturat së bashku dhe me votim të hapur, me dorë të ngritur. Në kundërshtim me rregulloren e senatit, e cila përcakton votim të fshehtë, kandidatët të gjithë së bashku ju kaluan bordit për të bërë përzgjedhjen përfundimtare sipas ligjit. Bordi konstatoi parregullsinë e bërë nga rektori Gjuraj në senat, por nuk reagoi. Heshti vazhdoi procedurët e konkursit dhe që në fazën e parë përjashtoi kandidatin e preferuar dhe të mbështetur të rektorit. Nga ky moment, rektori Gjuraj bëhet bish kundër bordit, duke detyruar atë të shpallë të gjithë kandidaturat e tjera humbës të konkursit për administrator të universitetit. Do me thënë konkursi nuk pati asnjë fitues, e gjithë kjo procedurë zgjati disa muaj nëpërmjet artificave që kandidati preferencial i rektorit realizonte nëpërmjet ankimeve administrative e gjyqësore. Në këtë hapësirë procedurale, bordi nuk krijoi kundërshtim me rektorin, por hatërmbajtjet e pakenësit mes tyre qëndronin. Pas dështimit të konkursit të parë që nuk nxori fitues, rihapet përsëri një konkurs tjetër për vendin e administratorit. Gjatë gjithë kohës që po regjistroheshin kandidaturat për administratorin e universitet dhe në qytetin e Shkodrës e metej u shpërnda lajmi i hapta se rektori Gjuraj po kërkonte një kandidat të besimit katolik. Në këto momente, një nga kandidatët e këtij besimi bisedon me zotin Gjuraj, të dy bien dakord për të bërë fitues i vendit për administratorin e universitet. Pas vetëm pak ditësh, zoti Gjuraj i propozot një kandidaturë tjetër, e cila kishte punuar më herët me familjar shumë të afërt të tij. Përsëri rektori bie dakord se kjo kandidaturë do të ishte administratori i ardhshëm, edhe kjo kandidaturë e të njëjtit besim. Tani rektori kishte 2 fitues për vendin e administratorit, situata merret vesh dhe shpërnda sila në gjithë Shkodrën. Rektori Gjuraj fillon të përgatitet situatën në favor të kandidatit të dytë fitues sipas tij. Vetë ai dhe disa të besueshëm të shpurës së tij dalin në kërkojnë edhe kandidaturat e tjera të njëjtit besim. Gjeten edhe 2 kandidaturat të tjera të cilët ata as nuk dinin as se çfarë ishte detyra e administratorit në universitet. 4 kandidaturat e të njëjtit besim që u thirrën për kandidim do të konkurronin për të zënë vendin e zotit Noruçi, ish administratorit të dorëhequr me presion nga rektori Gjuraj. Pasi u publikuan emrat e kandidatëve, u mor vesh se rektori kishte bërë lojë dyfisht. Këtu filloi konflikti i madh mes rektorit dhe kandidatëve që kishin rënë dakord paraprakisht me rektorin se do ishin fitues. Gjithashtu përfshin këtë luftë edhe anëtarët e bordit dhe disa anëtarë të senatit për ndeshjen e shitur nga rektori. Përsëri rektori u imponua disa anëtarëve të senatit, i cili pa konsensusin e senatit e hodhi në votim të hapur dhe për miratim në grup të gjithë kandidaturat që kishin aplikuar, fituan të drejtën për të vazhduar konkurimin për tek bordi i administrimit. 4 kandidaturat e të njëjtit besim
u skualifikua kandidati i vetëm i një besimi tjetër. Ky votim i Senatit i dha mundësinë rektorit që të fshihet të dilte duar jashtë dhe pa hilen këtë përzgjedhje preferenciale abuzive për personin dhe për besimin e tij apo saj. Kjo realizua vetëm nga loja organizuar nga rektori Gjuraj që për një viti, e cila zëna fillen e patek iniciativa e tij për shkarkimin e zotit Ruçi. Pas vendimit të Senatit, loja Big Brother administratori po zhvillohet në mbledhjet e mbyllura të bordit të Universitetit të Shkodrës. Këtu Sekretja dhe Hilja kanë dalë sheshit, patat janë ngrohtë e dal nga furra e rektorit, po djeg duart e antarëve të bordit. 3 antarë të bordit që janë përfaqësues të ministrisë nuk marrin pjesë në mbledhje dhe nuk shprehin interes thuajse fare. Antari përfaqësues i studentëve në bord po kontrollon situatën që të shkojnë në interes të studentëve. Kryetari i bordit dhe ndonjë antar tjetër që janë përfaqësues të universitetit po marrin presionin dhe kërcënimet nga rektori deri në largim nga puna e detyra që mbajnë. Sipas qëndrimeve në mbledhjet e bordit, kryetari i këtij bordi e ka hangër presionin e rektorit, nuk dihet nëse nga frika apo nga kompromisi. Siç duket, rreziqet e tyre si antar bordi nëpërmjet votimit në Senat, i cili kanë totalisht pa kushte në këmbët e rektorit Gjuraj, i detyron këta antar të votojnë kandidaturën që ka paravendosur rektori Gjuraj. Kjo situatë jep qartë për kuptuar gjendjen e rëndë ku po punon bordi, Senati, drejtuesit e strukturave poshtë rektorit, stafi akademik dhe stafi administratës në Universitetin e Shkodrës. Kandidatura që do fitoj është e sigurt se do të mbështetet nga rektori. Qëllimi i mbështetjes është tashmë verifikuar si dëshirë e rektorit Gjuraj për të abuzuar deri në fund me fonde financiare të buxhetit të Universitetit të Shkodrës. 2 drejtues politik që sollën dhunshëm pa vota në postin e rektorit të Universitetit të Shkodrës, zotin Gjuraj, tashmë nuk janë në këtë postë si drejtues politik. Me këtë rast, Gjuraj i njohur si mosmirnjohës i madh dhe përfitues oportunist abuziv pa dallim spektri politik, pasi Lëpiu Sahanet e të majtës nga bashkia deri në përlagje do të përpiqet nëpërmjet medjave dhe shkrimje të porositura nëpër portale të njohura të panjohura që tash zgjedhin administratorit të ri në universitet si pavarësi e panshmëri politike e tij, ndërsa kandidatin apo kandidatin fituese si teknik apo tekniciene në shërbim të autonomisë universitare. Do të bëjë gjithçka që të fshehë qëllimet e tij të vetëm për përfitimin nga fondet financiare të buxhetit të këtij universiteti. Big Brother administratori vazhdon për një viti, kjo fal bashkëpunimit të producentit Tonini në bashkëpunim me ndonjë antar të bordit dhe disa antar të Senatit.